LDK ka 18 deputet, nuk janë pak 18 deputet. Përveç asajna, me arrit mi siguru me LDK-n. Pra është krahasimi i dur, zot Rizani, sepse me Guxon ajo ka qenë bashkë edhe në garë. Çka ka lidhje? Ma let është ndarë, për shkak Guxo ka përfitu në krah televizës vetëvendose. Psa, po mendon që Guxo kishte kalu pragën me qenë vetme? Ajo tashmë është thuaj se si parti. Megjithatë ata kanë pas një vendim si parti politik. Unë mendoj që mundesh me pas ashtu ministri LDK-ja ka bërë gabim që është tërheq edhe që menjëherë në raundin e parë të bisedimeve për institucionet ka thënë që ne nuk do të jemi pjesë e qeverisë. Sepse kur fillon bisedimet, po edhe LDK-ja tani në këtë rundin në fund, po rundi i parë i bisedimeve për me oferta, do të thonë sepse lëvizja vetëvendosje ka ardhur me ofertën e parë. Nuk do të thotë që në ofertën e parë ti mundesh me marr maksimumin që ti e synon. Sepse gjithmonë në parlamentare dhe 5 ministri është kërkuar LDK-s, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka ofruar vetëm ose kryeparlamentare ose 3 ministri. Mi marë 18 deputet e që kështë qeveris me 80 vota. Unë e di që lëvizja vetëvendosje i ka ofruar zëvendës kryeministrin edhe 3 ministri, dhe me thonë që me u fut. Po këto, po them, në negociata është rundi i parë, rundi i dytë, rundi i tretë, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës është tërheq mas ofertës së parë. Ka mujt me dhënë një kundër ofertë, sepse fillosh bisedime, ti duhesh me dhënë kundër ofertën. Po, ti pi ofron qëto, po unë pi du qëto. Qëto është gabimi që janë tërheq. Edhe tek Aleanca mendoj që ka pas mundësi shumë të mëdha me negociu. Nuk ja ofron më shumë sa çatë a është e mjaftueshme për mendimin tanë tash 3 ministri edhe zëvendës kryeministri. Po tash në varet që e kam fjalën si peshë politike, po t'ishe në pozicion politik, i kishe 18 vota. Mos harro, për zotin Kurti, qeverisja me LDK-n është stabilitet. Stabilitet me 80 vota, cili kryeministër nuk ishte dashur mi pas në qeverisje me 80 vota që asnjë projekt nuk i kishte ngecë në kuvendin e Kosovës. I kishte ofruar popullit institucionet stabilitet. Ai e ka vlerësuar ashtu, sepse për momentin i ka votat me 3 ministri, e i pimer për vetë edhe 17 ministri tjera, e pja jep LDK-s 3 ministri, nuk është në rregull, shpesha politike nuk është e njëjtë. Unë po të kuptoj, çka po do të thonë nëse më lejon, po ta shpjegoj që lëvizja vetëvendosje bashkë me pakicat i ka numrat për konstituimin e kuvendit dhe për krijimin e qeverisë. Po, vetë sa ministri ka vënë për këta numra? Të lutem, nëse ki mundësi, po them atë që unë e mendoj që është reale që po të kish dashur lëvizja vetëvendosje me i qitë para aktit krym kur të vjen koha tek presidenti, ose me shku në zgjedhje nuk kish bo asë një minut negociata me asë një parti, vetëm e kish konstitu kuvendin dhe e kish kriju qeverin, edhe në fund kish thonë që unë obligimin tim në bazë të votave që e kam marrë e kryta, tash çështja e presidentit nuk është vetëm obligim vetëm i vetëvendosjes, është i gjitha partive. Ai është sigurt që i ka votat për kuvendin? Po, jam i sigurt që i ka votat për me një pjesë e madhe, 62 vota i ka në bazë të gjitha informata. Edhe në atë kohën kur ishte Albulina Haxhiu, po nuk i delshin më shumë se 54-56. Po megjithatë arriti qëllimin edhe në fund prap zonja Haxhiu është bo kryetare kuvendit. Tash mos shkojmë prap në zgjedhje sepse prap ka me qenë një president i cili ka me qenë i pranueshëm edhe për lëvizjen vetëvendosje. Prandaj po them që Lidhja Demokratike e Kosovës jam i bindur që do t'i thret mendjes dhe do të vjen në tavolinën e bisedimeve me lëvizjen vetëvendosje dhe t'i japin institucionet Kosovës të gjitha, duke përfshirë edhe presidentin, sepse Kosova për momentin lirisht mund të themi që është në një krizë të thellë politike. Ju e keni parë megjithatë si opsion